Zbuloni historinë tronjitëse të oficerit të sigurisë Arthur Miller, një ngjarje që do t'ju lërë pa fjalë. Përshëndetje miq të dashur, dhe mirë se vini në kanalin ton. Sot kemi për ju një histori që do t'ju prek thellë, një ngjarje që na kujton se ndonjëherë aktet më të thjeshta të mirësisë mund të ndryshojnë jetë. Bëhuni gati të zhyteni në rrethimin e jashtëzakonshëm të Arthur Millerit, një oficer sigurie i cili në një ditë të zakonshme ndeshi një mister që do t'i kthente botën përbys. A jeni gati të zbuloni sekretin e zotërisë misterios dhe fatin e tij tronditës? Le të fillojmë. Arthur Miller, një oficer sigurie 29 vjeçar në stacionin ndërkombëtar të trenave, ishte gati të fillonte atë që dukej si një turn tjetër rutinë. Ai as që mund të imagjinonte se pikërisht atë ditë do të takonte një zotëri misterios të moshuar, një burr që do të ndryshonte gjithçka. Arthur rregulloi uniformën e tij si çdo mëngjes dhe u drejtua drejt sallës qendrore të mbërritjeve. Gjatë 5 viteve të shërbimit të tij, ai kishte parë shumë gjëra dhe stacioni gjithmonë i zënë dhe plot gjallëri ishte bërë pothuajse si një shtëpi për të. Ai po kalonte pranë një kafeneje të vogël kur e vuri re për herë të parë një burr të moshuar, ndoshta 80 vjeçar. Ai ishte veshur në mënyrë të përkryer me një kostum të rregullt dhe e qëndronte drejt me një përkulje të lehtë që i jepte dinjitet, jo pleqëri të ligështuar. Mbi gjunjë mbante një buqet me trëndafila që tashmë kishin filluar të zbeheshin. Dhe pranë tij ishte një jastëk udhëtimi, një detaj që dukej i çuditshëm në kombinim me pamjen e tij të ashpër. Burri vështronte turmën me një shprehje plot shpresë ankthioze. Arthur ishte i sigurt se e kishte parë tashmë një ditë më parë, por në atë kohë nuk i kishte dhënë asnjë rëndësi. Nga mira fytyra në stacion, çdo ditë dhe ato shkriheshin në një pamje të turbullt. Burri po prit mas i kapi syrin dhe i bëri me dorë dobët. Më falni djalosh. Zëri i tij ishte i qetë por i sigurt. Mund të më thoni kur arrin treni numër 770? Arthur ndaloi, paksa i befasuar nga toni i sjellshëm dhe u përgjigj. Më vjen keq zotëri, nuk mund ta shoh orarin nga terminali im, por ai panel i tregon të gjitha mbritjet. Faleminderit, më vjen keq nëse ju shqetësova. Unë jam duke pritur një person shumë të veçantë, nuk dua të humbas ardhjen e saj, tha burri i moshuar. Në rregull, shpresoj të takoheni shpejt, u përgjigj Arthur sinqerisht. E gjithë dita kaloi si zakonisht, një sër incidentesh të vogla, disa pasagjerë të pakënaqur, defekte teknike në sistemin e inspektimit. Arthur punoi me përqendrim, por mendimet e tij ktheheshin vazhdimisht te burri i moshuar me lule. Ai e kapi veten duke kërkuar stolin, sikur shpresonte të shihte se ai ishte larguar tashmë, se dikush e kishte takuar. Megjithatë, sa herë që kalonte pranë, ai shihte të njëjtën pamje, një figurë të vetmuar te dritarja, duke shtrënguar në duar një buqet gjithnjë më të zbetë. Shikimi i tij drejtuar me kokë fortësi drejt sallës së mbritjeve. Kur mbaroi turni, Arthur pa dashje ngadalsoi hapin. Sytë e tij menjëherë gjetën atë që ishte ngulitur thellë në mendime. Burri i moshuar ishte ulur saktësisht si në mëngjes. Vetëm tani fytyra e tij tregonte lodhje, jo vetëm fizike, por edhe të brendshme. Ishte sikur një peshë e padukshme po shtypte ngadalë shpatullat e tij. Trëndafilat kishin humbur freskinë e tyre të mëpashme. Petalet e tyre kishin filluar të errësoheshin në copa dhe të binin. Diçka e dhimbshme i goditi Arthurin brenda. Një ndjenjë e njohur i ngrit në gjoks. Sikur ishte adoleshent dhe shihte gjyshen e tij duke pritur vetëm mysafir që nuk vinin kurrë. Ai nuk mund të kalonte thjesht. Duke u ofruar ngadalë, Arthur pyeti qetë. Zotëri, a e takuat atë që po prisnit? Jo, por ajo do të vi, patjetër. Duhet të ketë një vonesë. Ose transplantimi është i gabuar. Ajo do të vi së shpejti, u përgjigj burri i moshuar. Arthur tundi kokën, por ai ishte ende i shqetësuar. Gjatë gjithë rrugës për në shtëpi ai vazhdoi të mendonte për atë që kishte parë. Ideja se dikush mund të priste gjithë ditën dhe ndoshta natën ishte shqetësuese. Ai kujtoi gjyshen e tij dhe vetminë e saj pas vdekjes së gjyshit. Burri i moshuar në stacion i evokoi të njëjtën ndjenja,
një cenushmëri të fshehur në një mbulesë dinjiteti të sjellshëm. Mëngjesin tjetër Arthur mbriti herët. Burri ishte ende atje. Ai flinte me kokën e astëk, buqeta ende të shtrira në preher. Ai duke i lodhur. Kur u zgjua, Arthur nuk mund të mos thoshte: "Zotëri, më vjen keq, por keni kohë këtu? Gjithçka në rregull?" Po, unë jam duke pritur. Ajo do të vi, u përgjigj buri i moshuar. "A keni ngrënë diçka? Keni dikë për të thirrur?" pyeti Arthur. "Është shumë e sjellshme nga ana juaj, por unë nuk jam i pastre, nëse kjo është ajo që nën kuptoni. Kam një shtëpi, thjesht duhet të jem këtu." "Sigurisht," tha buri i moshuar, i cili u prezantua si Edgar Harry. Ai tha se po priste një grua me emrin Irina, të cilën e kishte takuar në internet më shumë se 2 vjet më parë. Gjatë kësaj kohe, ata kishin korrespondencë çdo ditë, duke ndarë histori nga jetët e tyre, ëndrat dhe shqetësimet. Ai tregoi Arthurit disa fotografi, një grua e buzëqeshur me flokë të argjendta në një kopsht në oqeanin në sfond, gjithmonë me një pamje të sjellshme. "Ne folëm për gjithçka. Ajo dinte që unë i doja kumbullat dhe nuk e duronim çajin pa sheqer," tha ai, dhe në zërin e tij kishte krenari. Ky supozoi të ishte takimi i tyre i parë personalisht. Ajo ishte nga një vend i vogël në Amerikën e Jugut dhe kishte kancer. Vinte për trajtim. Në fillim Edgar ishte skeptik, por Irina e bindi. Ajo ishte në prag dhe udhëtimi ishte shansi i saj i vetëm. Edgar shiti anijen e tij të vjetër, troqi para nga llogaria e tij e kursimeve dhe madje anuloi një udhëtim të shkurtër që kishte planifikuar prej vitesh. Mblodhi gjithsej $38,000, gjithçka për të. Ajo tha se parat nevojitishin për dokumente mjekësore urgjente dhe një bilet. Arthur ndëgjoi, brendësia e tij po i tkure nga ankthi. Edgar shikoi orën, ishte tashmë dita e tretë që ajo kishte premtuar që të vinte. Çdo herë një shpjegim i ri, por ai vazhdoi ta priste me kokëfortësi, sikur vetë realiteti të varrej nga kjo. Arthur kuptoi. Ky është një mashtrim. Ai thiri një ekip me agent të fshehtë. Kur Irina shkroi se ishte gati të mbrinte dhe i kujtoi për parat, ekipi ishte tashmë në sallë. Shpejt u shfaqën 2 burra, jo Irina. Ky ishte pikërisht ajo që ata po prisnin. Arthur dhe kolegët e tij kapën ata në flagrancë në vend. Edgari ishte i shkatruar. Ku është Irina? Ai pëshpëriti duke shtrënguar buqetën, petalet e secilës ishin pothuajse shpërndar. Arthur u ul pranë tij, duke mos ditur çfarë të thoshte. Ai thjesht ishte aty. Pastaj Arthur e shoqëroi Edgarin në dhomën e hetuesit të detyrës e ndihmoi të shkruante një deklaratë. Insistoi të thëriste një psikolog dhe gjeti informacionin e kontaktit për qendjen e mbështetjes për viktimat e mashtrimit. Ai shkroi vetëm numrin e Edgarit dhe më pas i dha një kartë biznesi me kontaktet e tij. Nëse ndonjëherë ndjeni se dita është shumë e vështirë ose thjesht doni të flisni në telefon, tha ai duke shtrënguar shpatullat e Edgarit. Burri i moshuar shikoi kartën e biznesit dhe më pas ngriti sytë drejt Arthurit. "Pse po më ndihmoni?" pyeti ai. Zëri i tij paksa dridhës, sikur shpresa dhe zhgënjimi po luftonin edhe brenda tij. "Sepse bota nuk duhet të jetë kaq mizore, sepse mirësia nuk është dobësi," u përgjigj Arthur. Të dashur shikues, çfarë mendoni për këtë histori? Ju lutemi na tregoni në komente. Dhe nëse ju pëlqeu kjo video, atëherë bëjeni like dhe abonojeni në kanalin ton. Ju faleminderit.